Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi sot paraqitet në SPAK sa herë që prokurorët ta kërkojnë për çështjen e 21 janarit e për çdo çështje tjetër. Por para gazetarëve Berisha deklaroi se nuk ka marrë asnjë thirrje nga prokuroria e posaçme për t'u paraqitur nesër në SPAK. Asnjëherë mos më pyesni mua a do shkosh. Unë do shkoj në çdo rast që të thirrem për çdo problem nga organet e drejtësisë. E kam ligj, e kam aplikuar, e kam zbatuar këtë gjithë jetën time. Por ka vetëm një kusht, që unë të marr thirrje. Edhe pse në media është publikuar thirrja e prokurorisë drejtuar zotit Berisha, vetë kryetari i Partisë Demokratike këmbguli se nuk ka marrë asnjë thirrje nga SPAK-u për t'u paraqitur ditën e premte. Sipas Berishës, SPAK-u po e përdor këtë çështje për të hequr vëmendjen nga dosja e tunelit Llogaras. Njoftimi duhet vi siç kanë ardhur në 10 njoftime tjera, dhe unë jam përgjigj çdo njoftimi që ka ardhur. Kurse përdorimi i kësaj është akti shëmtuar i Altin Troplinit, i shërptor, i mercenar i regjimit i Edi Rams, që kujton se mund të mbuloj sadopak me zhurma të tilla krimet e shëmtuara të Ramës dhe Ballukut. Sipas Berishës, vrasja e 4 protestuesve para godinës së kryeministrisë në vitin 2011 është hetuar kur në krye të prokurorisë ka qenë Ina Rama, ndërkohë që pasi Partia Socialiste erdhi në pushtet, sipas tij çështja është përdorur për propagandë. Janë mjeran ata, të cilët shërptor të shpifur përdorin për të mbuluar sa herë duhet krimet e tyre në një kohë kur vrasja i vërtetë i tyre është ajo që i solli ata mish për top. Prokuroria e posaçme ka thirrur nesër ish kryeministrin Sali Berisha për ta marrë në pyetje si person në dieni në lidhje me ngjarjen e rënd të 21 janarit, ku mbetën të vrarë 4 protestues.